Betejë ime për të dëgjuar për ju vjen pas një sage të gjatë. Zhgënjyse për thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Kam sot më shumë policë në gjykatë kushtetuese se ç'kam avokat. Provën e keni këtu në këtë sallë. Kam përjetuar një periudhë gjatë, të mbushur me shkelje drejtave të mia themelore si qytetar i kësaj republike. Por mbi të gjitha, një periudhë denigrimi dhe përpjekje për të hequr zërin e një të zgjedhurit 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës. Kjo nuk është thjesht një përpjekje për të denigruar mua. Ky është një përçmim, është një neveri ndaj votës, ndaj gjës më të shenjtë që ka demokracia. Dhe përçmimi ndaj saj në fakt është përçmim ndaj forcës që kanë qytetarët. Është një përçmim ndaj fuqisë që populli i jep Republikës për ta drejtuar në emër të tij. Siç thoshte Martin Luther King, harku i universit moral është i gjatë edhe raskapitës, po në finale edhe ky hark anon nga e drejta. Ndaj dhe jam sot to përpara jush si kryetar i Bashkisë së Tiranës, qytetit më të madh të kombit tonë, me të drejtën që më kanë dhënë 160.000 vota, qytetar është lirë të këtij qyteti, në fund të këtij harku 9 mujor në kërkim të kësaj drejte. Unë nuk jam këtu për të mbrojtur veten, sepse nuk kam kryer asnjë shkelje që detyrohem të mbroj veten përpara jush. Por jam këtu me respekt, me gjithë respektin që meriton detyra juaj e lartë, për të kërkuar një gjë të vetme. A mund ta mbrojmë së bashku demokracinë që sot po vihet në sprovë? Demokracinë për cilën si unë ashtu dhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar kur kemi marrë detyrat tona respektive që ta mbrojmë, jo në letër, po me veprim, edhe këtu, edhe sot. Ky mandat nuk është mandati im. Ky mandat është një beslidhje publike. Një kontratë që qytetarët e Tiranës më kanë dhënë me vullnetin e tyre si njerëz të lirë. Kjo beslidhje është nderi i jetës sime. Dhe për mbrojtjen e saj do bëj gjithçka që më lejon ligji, fuqia e mendjes edhe forca e zemrës time. Do ta mbroj deri në fund sepse nuk po mbroj këtu një karrige, por shpirtin e një lidhje të shenjtë midis qytetarit dhe të zgjedhurit të vet. Populli i këtij vendi përmes kushtetutës ka vendosur qartë se askush nuk mund ta ndërpresë mandatin e një të zgjedhurit vendor përpara afatit. Pikë. Përveç se kur ai ka shkruar shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjit. Ky nuk është një zbulim i ri, kjo që sapo thash, por është një premtim solemn që Republika e bën ndaj vetes vet, një kufi moral dhe një kufi ligjor, që askush, as unë, as ju, askush nuk duhet ta shkel, ose nëse do ta shkel duhet rrëzojë më përpara themelet e besimit publik mbi të cilat ngrihet vetë shteti.